Demokratike dhe të Aleancës fituese, miq dhe të ftuar, mirë se erdhët në sheshin e fitores, sheshin e madh të Gjergj Kastriotit. Sot jemi kaq shumë këtu me shpresë dhe me zemër, të mbushur nga ideali i ndryshimit, në zemrën historike të Lezhës, në qytetin e Beslidhes, në vendin e Aq Gjergjishtës. Unë jam Pash Gjoka. Për dekada me radhë kam qenë mësues, kam edukuar brezat tërë, kam bjell dije, vlera në zemrat e fëmijëve tanë, sepse besoja në një Shqipëri më të drejtë, më të ndershme dhe më zhvilluar. Kam kontribuar për këtë vend me zemër dhe ndërgjegje, si qytetar, si edukator, si njeri i zakonshëm që e do këtë tokë. Librit dhe mbesat e mia, si shumë të tjerë, nuk rriten këtu. Ato mësojnë në shkollat e vendet huaja, sepse qeveria i ka dëbuar me heshtje, me papërgjegjshmëri, me një pushtet që për 12 vjet vetëm ka rënoi arsimin, familjen, ekonominë dhe të ardhmen. Qeveria e Tiranës është një qeverisje që nuk bëri asgjë për njeriu e zakonshëm. Është një pushtet që zhveshit qytetarët nga shpresa dhe digniteti. Ai nuk e pa kur popullin në sy, por vetëm gjepat e vet dhe klientelën që e pasurojnë mbi fatkeqësinë tonë. Ai e zhbëri edukatën, e shndroi politikën në banalitet, e përdhosi historinë tonë dhe vlerat tona kombëtare. Unë jam sot pensionist dhe si mirat tjerë e ndjej çdo ditë peshën e padrejtësisë. Në 12 vite nuk është rritur asnjëherë pensioni, por çmimet janë rritur për çdo gjë, për bukën, barnat, ujin, dritat, qiraja, taksat dhe gjithçka tjetër. Një jetë më e shtrenjtë, por më e varfër. Një shtet më i madh në arrogancë, por shumë më i vogël në përkujdesje. Në qytetet tona mbeten vetëm të moshuar, të pamundurit dhe të harruarit. Rinia është larguar, fshatrat po shuhen, shpresat po treten. A është kjo Shqipëria që meriton ky popull? Unë them se jo. Por unë nuk jam dorëzuar asnjëherë dhe nuk do të dorëzohem kurrë, sepse unë ke programi i saj tek Aleanca fitores. Shpresa është ke lideri ynë historik, profesor doktor Sali Berisha, burri i kombit që kurrë nuk u gjynxua para padrejtësisë. Me 11 maj, ne të gjithë, të rinjët moshuar, qytetar, fermer, arsimtar e profesionist, do të votojmë për një Shqipëri që kujdeset për njeriu. Do të votojmë për një program të Partisë Demokratike për paketën e dhënshmërisë, që garanton rritjen e pensioneve, ku asnjë pension nuk do të jetë më pak se 200 euro. Një herë garanton dhe minimumi jetik për çdo njeri në nevojë. Kjo është domosdoshmëri, është respekt minimal për ata që ndërtuan këtë vend me durët e tyre, me djersët e tyre. Lezhë, Mirdita dhe Kurbini do jenë pararoje fitores. Do t'japin mesazhin më të fortë se ky vend nuk është në shitje, se ky vend nuk është për t'u përdorur, por për t'u respektuar. Me 11 maj, të gjithë bashkë, për dignitetin tonë, për fëmijët tonë, për Shqipërinë tonë, me zemër, me vullnet, me Partinë Demokratike, me Sali Berishën, burri që nuk e tradhtoi kurrë këtë kombë. Faleminderit, Zoti ju bekov, Lezhën, Zoti ju bekov Shqipërinë. Një shajeni, faleminderit.